dy gjëra do të them për zonjën Balluku. Zonja Balluku e ka namin që është Garipe, edhe që është Bobe. Në fakt është, si e njihni ju? Me mesazhet që shkruante, i kanë bërë marketing që është. Pra që nuk e shej fare për asnjë. Ati tjetëri i thot palloshi gjatë, pra do të thotë që e ka në dorë, por mos harroni që mesazhet e zonja Balluku treguan që ajo e ka bërë tenderin e tunelit në rregull dhe i është kërkuar nga lart për ta anulluar dhe ajo ka zbatuar urdhrin e palloshit të gjatë për ta anulluar tenderin. Pra mesazhet e zonjës Balluku tregojnë qartë që ajo i ka qëndruar besnike zotit Rama. Pra, Rama në kalë, unë në kalë. Rama në tokë, po unë në tokë. Po e curin si e shihni, me ndonë se tjetë shu... Ndërsa, mënyrën për ta anulluar tenderin e tunelit, është ndërhyrje që mund tjetë nga Erdogani, që ja ka kërkuar Edi Ramës, nëse këto para ose dikush tjetër që janë marë, nuk kanë vajtë ke zonja Balluku, se t'jeni të bindur, $50 milion nuk i ka marrë zonja Balluku, $50 milion i ka marrë kompania turke, e cila pjesën tjetër ja ka dhënë Gjokës dhe kjo është shumë koshjente. Por ka një gjë tjetër që dua ta theksoj Nisida, duhet të jemi shumë të qartë. Prokurori Dritan Premçi, s'kam asgjë me atë, por tani ne siç bëjnë aludime ata për dosjet tona dhe për mesazhet tona, do bëjnë aludime për sjelljet e tyre. Prokurori Dritan Premçi ishte prokurori inceneratorit Tiranës, ku ne dim shumë mirë që personi kryesor kyç inceneratorit të Tiranës ishte Erion Veliaj. Dhe për çështjen e inceneratorit të Tiranës, zoti Veliaj ka 0 akuzë. Pra thën kjo? Asetim. Thën kjo? Pra për mua, dosja e zonjës Balluku vjen si një kundërpërgjigje e zotit Erion Veliaj. Mos harrojmë që ndërhyrja në vettingun e prokurorisë edhe të gjykatave, kanë qenë 2 grupe që e kanë menaxhuar. Një grup ka qenë Erion Veliaj, një grup ka qenë zoti Rama. Dhe në këtë kontekst, ne brenda SPAK-ut, automatikisht kemi 2 grupe. Grupin e zotit Veliaj dhe grupin e zotit Rama. Tani, duke e njohur ju, zotin Rama, dhe reagimet që ka ai për drejtësinë, për SPAK-un, në rastin fjalë, zonjë Balluku zgjodhi të thotë vetëm që drejtësia bën punën e vet dhe ne bëjmë punën tonë. Kurse tek pjesa e Veliajt nuk është se ka komentuar kaq strikt zoti Rama, është zgjeruar në pjesën e tij. Madje me vendimin e fundit gjykatës kushtetuese, zoti Rama thotë më lindë drejta të kërkojë dhe lirimin e Erion Veliajt për ta ushtruar detyrën në gjendje të lirë. Unë mendoj. Tani, ecurinë e gjithës kësaj se do dalësh të ta bëj me 2 fjalë. Po, të lutem. Po, me 2 fjalë. Çfarë ka ndodhur? Pra, çështja e zonjës Balluku për mua vjen si indicje e grupit të Erion Veliajt në SPAK. Dhe njerëzit të cilët kanë lidhje me segmentet e drejtësisë nga grupi Erion Veliajt, dhe ne dim shumë mirë që ato vinë në të. Ka grupin e vet në Parlamentin Shqiptar, ka grupin e vet në prokurori, në gjykata, në të gjitha drejtimet. Dhe çështja e zonjës Balluku u hap me urgjencë të madhe. Pse u hap me urgjencë të madhe? Sepse ajo drejtonte fushatën elektorale të kandidates për kryetare bashkie, Ogerta Manaseliu. Dhe zoti Rama, duke çuar në gjykatë kushtetuese, çka ka kërkuar? Ka kërkuar që ta anullohet urgjentisht shkarkimi i Erion Veliajt, sepse hapja e një çështje penale për zonjën Balluku, çfarë do bëj? Zonja Balluku nuk do merret me fushatën. Zonja Balluku do të thotë zotit Rama, do ta zgjidhësh ti këtë punë apo ta le fushatën? Se kur do ja bën të fushatën në Tiranë? Pra sipas jush e ka për gjykata kushtetuese? Për mua, në këndvështrimin tim, në momentin, sepse ti ke një, do të thuash, nga ana logjike do të thuash, po, Erion Veliaj nuk është akoma i fajshëm që të shkarkohet. Por, ne kemi shumë raste që zoti Rama ka shkarkuar kryetarët e bashkive të Bulqizës, të tjerë, edhe se po mbushtë hundët me kokain kryetari i bashkisë Bulqizës, cili ishte ligji, po themi, që kishte shkelur ky në lidhje me kryetarën e bashkisë. Pra, janë disa gjëra të cilat vetë sistemi i drejtësisë, thash pra, ne kemi policin kriminal, prokurorin policë dhe gjykatën noter. Pra, sistemi i drejtësisë në Shqipëri është shumë i diskutueshëm, mos të them jo inexistent, po të them totalisht i korruptuar. Është në gradën e fundit. Pak më shumë apo mbetemi tek pjesa e selektivitetit? Ne kemi ngelur ke pjesa selektivitetit. Ne kemi një sistem drejtësie që nuk është gjë tjetër. Është një departament, po themi, departament giotine ose torture brenda partisë dhe mazhorancës, e cila për hir të konjunkturave politike të brendshme është ndarë në 2 grupe. Një grup është i Erion Veliajt dhe një grup është i
po themi, i Edi Ramës. Dhe tjetra mos harojmë, akuza e zonjës Balluku vinte si rezultat i padisë që ka bërë zoti Lulzim Basha, apo jo? Pra, doli që akuzën e zonjës Balluku e ka bërë Lulzim Basha në 2024. Mos haroni loja e jurikimit për emrimin e zotit Altin Dumani si krye prokuror, ndërkohë që me vota kishin fituar prokuror të tjerë, pra ishte zoti Kondili dhe në tjetë, dhe dy të tjerë, zoti Dumani ishte 0. Jo, dëgjoj këtu sepse këtu do kuptosh skemën. Çfarë ka ndodhur me zonjën Balluku? Dhe çfarë ndodhi? Dhe loja e jurikimit kush ishte? Jo, loja e jurikimit ishte që do të krijonte klasën e re politike. A kishim mos hani bar që u thonë të shqiptarëve kush ishte klasa e re politike? Erion Veliaj përfaqësuesi i Partisë Socialiste, Lulzim Basha përfaqësuesi i opozitës. Dhe me këtë do ta bënte kjo gjë, do ta bënte nëpërmjet spakut jurikim. Dhe çfarë ndodhi? Arrestimin e Sali Berishës, arrestimin e Ilir Metës dhe më pas nëpërmjet Belinda Balluku dhe grupit tjetër do të ulnim në tokë zoti Rama dhe me çështjen me Gonigal. Çfarë ndodh kjo? Jo, dhe kjo është realisht. Dhe ti po të shikosh, për zonjën Balluku, ne deri dje dinim që e kishte bërë Gazbardi pa din. Por në fakt? Por në fakt e pas ka bërë Lulzim Basha. Kush ishte? Lideri i opozitës. Dhe jo rastësisht në varrim në Fatosnanus, na doli prezent zoti Basha që erdhi në aty. Dhe mos harrojmë dhe gjë tjetër, është i vetmi politikan i cili ka 23 milion dollar turnover kompania e Kunatit të tij nga bizneset shqiptare. Dhe nuk kemi hetim pasuror për të ne. Është i vetmi kryetar partie i cili ka 520.000 dollar të ardhura nga offshore ruse me llogari bankare, për të cilin nuk kemi hetim për lobimne. Ndërkohë spakut tim të dashur i kanë ardhur faturat nga Amerika për GSI-sën. Dhe çuditërisht kanë dalë siç ka thënë LSI-ja. Pra lobimi i krah fare. Mund të ketë kohë në vijim për çdo gjë apo jo? Jo, nuk ka kohë, se unë mendoj që zoti Dumanit i mbaron mandatin me 17 vjet. Jo, me 17 vjet dhe unë në dienin time ka marrë një bursë nga Sorosi për t'u larguar me njëherë. Mbasi bëri të gjitha, po themi, detyrimet që kishte jurikimit edhe grupit të caktuar. Me studime. E qartë, kuptoj. Si që ndodhë rëndom në Shqipëri që të marrin të përdorin dhe pastaj të flakin. Megjithatë se Amerikanët kanë datë parullën, never lie, never trust.